Prokuroria e Fierit ka dërguar në gjyq shtetasin iniciale AR, i cili akuzohet për dhunë në familje, ngacmim seksual dhe keq trajtim të një të miture. Hetimet u hapën pas kërkesës së bashkëshortes së tij me inicialet BR, e cila kërkoi lëshimin e një urdhri mbrojtje në gjykatën e shkallës së parë Fier. Sipas hetimeve, shtetazi me inicialet AR ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes dhe ka kryer veprime të dhunshme ndaj vajzës së saj nga martesa e parë me iniciale RC. Akuzat ndaj tij përfshin keq trajtim vijuese në të miturën dhe veprime që përbëjnë ngacmim seksual ndaj saj. Prokuroria ka bashkëpunuar ngushtë me policinë gjyqësore për të mbledhur prova që vërtetojnë këtë lloj zgjedhje të dhunshme, duke përdorur metoda të hetimit të detajuar. Në përfundim të hetimeve, prokuroria ka theksuar se angazhimin e plot për ta hetuar me shpejtësi, si dhe për të marrë masa ligjore ndaj personave që kryejnë veprime të tilla të dhunshme në familje me qëllim parandalimin e rasteve të tjera dhe mbrojtjen e individëve nga dhuna.